Na e kena thirrë. Fjona Mari është në vrove. Unë dua të falenderoj Toyota Albania për mbështetjen për këtë lojë. Toyota është brendi numër 1 më i shitur në botë, i njohur për besueshmërinë dhe cilësinë që ofron. Sot vjen me një garanci unike me 10 vite dhe 3 vite asistencë rrugore falas në Shqipëri dhe në Europë, përfaqësuar zyrtarisht në Shqipëri nga Alto SHPK. Faleminderit Toyotës dhe miqtë mi, unë do largohem pa ju dërguar edhe në shtëpi brenda në ferm fakirët. Kanë që nga ky moment fakirët të gjithë, përveç Fabiolës, si i ka marrë sendet e veta, 5 minuta kohë për të shkuar dhe për të marrë sendet personale. Me vrap 5 minuta kohë për sendet tuaja. Qumë dhe mos faj Shpejt! A janë të përjashtuar nga punët e fermës e stallës? Shele pirën! Qarë pyetje bëre Sara, më falë? Janë të përjashtuar nga punët e stallës? Jo, nuk janë përjashtuar. Pse janë përjashtuar? Do vinë t'i bëjnë punët e stallës? Pa tjetër që do vinë. Se nga që s'mund të kishim komunikim. Pa tjetër, jo, komunikim po këta nuk mund të vinë tek shtëpia, brenda të ferma për të marrë gjërat e tyre, duhet i marrin tani, as veshje, as kafe, as cigare, pra ushqimet i kanë aty, dhe do qëndrojnë pastaj gjatë gjithë kohës aty, po të stallat pa tjetër. Po përsa i përket komunikimit, do komunikojmë me ta? Po, do komunikoni. Në punë, flasë. Thjesht mos hyni brenda tek fakiri, dhe ata nuk mund të vinë brenda tek shtëpia, okej? Se liri e hëngri vetëm për një sa çifti bukur jeni. Do t'i lëm një javë aty. E di. Një javë, i lëm dot. Një javë, doni t'i lini një javë aty? Po një javë. Mos t'i Se ne bani? kemi menduar të flëm se cili nga një krevat ndryshe gjatë javës. Ta shfrytëzoni maksimum, sa kohë që s'janë. Do vep zilën e sobës edhe... Kurioze jam se si do jetë ferma pa ata. Ne kemi 2 kanale, ju e dini, një kanal mund t'jenë ata, një kanal ju duhet me pas se cili do jetë me interesant. Njëshin, duhet me mbajt kanali 1. Dhe e marrë kanalin. S'ka më gjumë. Pa tjetër. Do hapim dhe i kanal me E kazma keni se kemi. sfidën e hapur. Unë po i shikoj që po i bëjnë gati ndërkohë të gjitha... Arbana, ndërkohë që presim, a bëjmë një lojë me shishe si mendoni? Jo, unë do doja në fakt t'ju lë pak sekonda sa t'i marrë një mendim opinionistëve për diçka. Ju lutem mbyllim lidhjen me fermën, një parashikim i shpejt, kush ikën të hënën? Kush nuk është... Atëhere, nuk është Sara që ka qenë imune, nuk është Malbora që fitoj, nuk është Iliri që fitoj, dhe nuk janë të preferuarit. Pra i bie që nuk është Ola, nuk është Adioni, nuk është Gresa, nuk është Moza dhe nuk është Indri. Të vazhdojmë? Unë mendoj Blerina ose Dona. Blerina ose Dona ikën, si pas teje. Ermal? Te Bojaka dhe Dona. Bojaka dhe Dona më të rrezikuarit? Blerina. Blerina më e rrezikuara. Pse mendoni për Blerina? Sepse nuk e di pse po e ka shumë aq të vështirë të tregoj veten, aq të vështirë të përfshihet e të bëj diçka më shumë se sa 2-3 diskutime, thashë theme apo ankesa. E dëgjova një ditë që thonë dua të sjell frym të mirë, bëj diçka të mirë, po ndonjëherë nuk mjaftojnë vetëm fjalët, duhen dhe veprat, edhe mendoj që gjatë kësaj kohe më shumë po e vuan që s'po bën dot gjë, sesa po përpiqet të bëjë diçka. Dhe mendoj që u dha kohë mjaftueshëm që ajo tregoj veten. Ka karakter interesant me çfarë duket, por nuk është çliruar mjaftueshëm, më duket sikur është gjatë gjithë kohës koshiente që është para kamerave dhe nuk e nxjerr dot karakterin e vet tamam që ne ta njohim tamam dhe mendoj që u bë mjaftueshëm kohë për atë që të kishte treguar diçka. Dona nga ana tjetër është luftarake, ka shumë dëshirë që të eci përpara, ka karakter të fortë, por nuk mendoj që mund t'japi më shumë. Por, Fakiri mund të ndryshoj Mund t'i faktorizoj. Jam shumë kurios që ndodhi aty ke Fakiri. Si të përdori Blerina. Ku do ta mbash ti, te Fakiri apo te ferma? Te Fakiri. Sidomos sot njerëz. Sot të jemi të gjitha si në si e vesh. Si do flenë. E vërtet. Ju ndërkohë votoni, voto.vision+.tv.